U vifte qytetarëve me dhunë varëse Floriri, arrestohet 32 vjeçari. Një 32 vjeçar zhvë në prangat e policisë pasi akuzohet se ka vjedhur me dhunë 3 qytetarë në zonën e Kamzës. Sipas policisë, i arrestuari me inicialet FC banues në Fushkruj u vodhi me dhunë varëset e Floriri të 3 shtetasve. Blut njoftojnë se përpunohet për zbardhjen e vjedhjeve të tjera që mund të ketë kryer 32 vjeçari. Gjatë muajit mars, 3 shtetasve u vodhi me dhunë varëset e Floririt, identifikohet dhe kapet e vjetë në pranga 32 vjeçari. Si rezultati veprimeve timore dhe operacionale të kryera pas kallëzimeve të 3 shtetasve se gjatë muajit mars 2025 në Vorë dhe në Kamz. Ju ishin marrë me dhunë nga qafa varëset e Floririt. Komisariati i policisë numër 7 ka finalizuar operacionin Mekanizmi. Gjatë operacionit u mundësua identifikimi, lokalizimi dhe vënia në pranga e autorit dyshuar të këtyre vjedhjeve, shtetasi FC 32 vjeç banues në Fushkruj. Punohet për zbardhjen e vjedhjeve të tjera që mund të ketë kryer 32 vjeçari. Materialet proceduriale ju referuan Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.